Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se veni në Kallëzo. Por në muajin e fundit kemi pasur një debat bukur të gjerë rreth vendimit të qeverisë së Shqipërisë për të ndaluar TikTokun, po ashtu zhvillime të tjera të cilat lidhen me sigurinë dhe mbrojtjen e dhënave personale, përfshir këtu të dhënat personale gjatë zgjedhjeve, po ashtu të dhënat personale të cilat përpunohen nga platforma të ndryshme në rrjetet sociale, mirë po edhe në internet. Kosova ka ndërtuar një infrastrukturë bukur të mirë ligjore me të cilën kërkon dhe synon ta ti kontrolloj të dhënat në internet konform standardeve të Bashkimit Evropian, mirë po ende kemi probleme të cilat janë identifikuar gjatë gjithë kohës, përfshir këtu përpunimin e paautorizuar të dhënave, po ashtu në mënyrë të tjetër edhe nxjerrjen e dhënave personale në platforma në internet e po ashtu në platforma të tjera të cilat përdoren edhe nga institucionet edhe nga faqet të ndryshme të cilat janë në internet. Për me diskutu për sigurinë e dhënave personale, po ashtu për çastin të cilën shteti është duke ja ofru qytetarëve për me zhvillu ankesa në këtë drejtim, ne sonte kemi ftuar komisionerën e Agjencisë për Privatësi, zonën krenare Sogojeva, me cilën do të zhvillojmë një bisedë për zhvillimet e fundit e po ashtu për çastin të cilën e kanë institucionet në këtë drejtim. Zonja Sogojeva, mirë se erdhët në Kallëzo për një me. Faleminderit, mirë se u gjeta. Po nisim me vendimin e qeverisë së Shqipërisë për me ndërprej TikTokun. A mendoni që është zgjidhje apo mendoni që duhet me shku ka edukimi dhe standardizimi të gjitha rrjeteve sociale? Po Kreshnik, sot shoqënia globale është duke shku nga digitalizimi dhe përdorimi i platformave sociale, kështu që ne dashtëm jemi pjesë e kësaj shoqënie globale dhe sado më pak ose më shumë të zhvilluara vendet që janë duke i përdorur më të madhe këto platforma. Prandaj edhe ndalimi i platformës jo domosdo është edhe zgjedhja më e mirë, gjithsesi duke mos e anashkaluar çështjet që ndërlidhen me sigurinë nacionale, që pastaj kanë të bëjnë direkt me politikat shtetërore të secilit vend. Nuk edhe qeveria e Kosovës, domethënë vitin e kaluar veç kanë nxjerrë një vendim që ka ndaluar përdorimin e TikTokut në rrjetin publik, domethënë në rrjetin e institucioneve publike, por vendimi i Shqipërisë në këtë rast është më shumë që është ndërlidh me këto rastet e fundit të sulmeve që i patën, dhe unë përsëri e konsideroj edhe për nga aspekti i bazës ligjore që e ka përpunimi dhënave personale nga rrjetet sociale, përfshirë edhe TikTokun, që e krijon një siguri jo pak të madhe, domethënë jo pak të vogël, por ka një siguri bukur të mirë nëse ato zbatohen në mënyrë të drejtë dhe ashtu siç parashihen me legjislacionin fuqi apo me rregullativen evropiane të mbrojtjes së të dhënave. Prandaj në parim nuk do të thoja që ndalimi i një platforme sociale, qoftë edhe TikToku, është zgjidhja më e mirë. Në Kosovë është diskutuar disa herë a është zgjidhje ndërprerja rrjeteve sociale dhe në debatin publik është konstatuar që më mirë është me shku ka edukimi dhe vendosja e një kontrolli. Çka është bërë deri tash në këtë drejtim? Sigurisht, ne pjesë të punës tonë, fushveprimtarisë tonë kemi ndërgjegjësimin. Domethënë prej momentit kur i kemi pas diku në fillim të vitit 2022, kur kemi pas takimet e para me përfaqësuesit e TikTokut, kur është ngritur si çështje pastaj edhe në Kuvendin e Kosovës, neve që kemi kontaktuar, ka disa deklarata publike që kemi dhënë në atë punën tonë të përbashkët që kemi bërë me kompaninë TikTok, që janë të vendosur në Evropë faktikisht si përfaqësues të TikTokut, edhe kemi arritur që t'i përkthejmë politikat e privatësisë në gjuhën shqipe, kemi arritur që ta ngrisim moshën nga 13 deri në 16 vjeç, edhe përdorimi cookies tash bëhet domethënë në mënyrën e duhur tamam si kërkohet edhe me ligjin tonë edhe me rregullativen evropiane. Mirë po, se sa janë qytetarë të ndërgjegjësuar në përdorimin e TikTokut, unë mund të them që jo vetëm në këtë, po edhe në përgjithësi mbrojtjen e dhënave personale, ka dhe na duhet punë e përbashkët, qoftë e jona si institucion, e mediave, apo edhe e shoqërisë civile, që bëjmë dhe të organizojmë sa më shumë debate, të ngrisim sa më shumë çështjen e mbrojtjes së të dhënave dhe rrezikun që secilin herë po rritet dhe po kanoset në raport me këtë zhvillimin e hapshëm teknologjik dhe përdorimin e inteligjencës artificiale. Prandaj e kemi thjesht një shkallë jo të mirë të edukimit dhe kjo është e vetmja zgjidhje konsideroj dhe këtë duhet të punojmë të gjithë së bashku. Ekziston një përshtypje që rrjetet sociale janë tërësisht të parregulluara dhe nuk ka kontroll. Ju po përmendni që keni pas kontakte me ta dhe janë vendosur disa standarde.
Sakt, nuk ka rrjet social në fakt që janë për masave dhe kategorive kaq të mëdha, siç është TikToku që nuk i ka të rregulluara të gjitha politikat e privatësisë, edhe masat e sigurisë për përdorimin e tyre. Gjithherë rreziku te TikToku është çështje që ndërlidhet me Kinën, ta kemi parasysh. Dhe kjo ka qenë edhe vetë ndikimi pastaj i administratës qeverisë amerikane kur ata e morën një vendim për ndalimin e TikTokut ose bisedat që i bën për ndalimin e TikTokut, që pastaj u rikthy siç edhe e dim. Edhe kjo ka ndiku edhe sidomos në vendet tona që jemi në zhvillim, që na të ndërmarrim një diçka që mos të rrezikojmë më shumë siguri nacionale se sa ndoshta të dhënat qytetare, të dhënat personale të qytetarëve tonë. Në anën tjetër, gjatë gjithë kohës kemi pas një lojë që është luajtur në shkollat tona, loja Spider-Man e njohur, dhe kemi pas disa incidente në shkolla, janë lëndu fëmijët. Çka është bën këtë drejtim? Kemi pa reagimin e shkollave, mirë po, a mundet agjencia me ndërhy në këtë drejtim? Agjencia ndërhyn vetëm në punën e ndërgjegjësimit, ta kemi parasysh. Ne në bazë të kompetencave tona vetëm e kemi për obligim që t'i njoftojmë për rrezikun që mund ta ketë një lojë e tillë, ndërsa çështja e keq përdorimit pastaj, siç ka qenë rasti, është kompetenca e Policisë Kosovës, dhe unë besoj shumë që policia është marrë me këtë punë dhe tashmë jo vetëm në këtë rast, por në disa raste edhe janë gjetur edhe keqbërësit në internet, por edhe janë kontaktuar familjet, janë marrë me fëmijët, të gjithaj protokollit që shkon për të rehabilituar një fëmijë i cili mund të jetë prej një mashtrimi në internet. Vetëm për me qenë qartë për publikun, në rast se një publikim në rrjetet sociale të cënon privatësinë, cila është adresa për me bankesën? Ne mund të drejtohen tek agjencia për informime dhe privatësi dhe ne mund t'i adresojmë apo t'i mësojmë se ku dhe çka duhet të bëjnë ata në raport me përdorimin e rrjeteve sociale, domethënë. Mirë, po fatkeqësisht Kosova ende nuk ka arrit, përveç se te TikToku që e kemi bërë tashmë një lidhje më shumë mund të them shoqërore se sa që e kemi zyrtare, ta kemi parasysh, sepse jo zyrtarisht është caktuar një ndërlidhës për në rastet ku shkelet privatësia e individit që ata të ndërhyjnë direkt. Mirë, po në platforma tjera ne nuk kemi arrit kemi ndonjë kontakt, përveç si Policia e Kosovës, policia mund të ketë kontakte të tilla dhe policia mund të ndikojë, prandaj edhe adresa më e mirë është Policia e Kosovës, sepse sidomos kur kemi raste të rënda që lidhen me vepra të rënda penale, siç është terrorizmi apo edhe me keqpërdorimin e të drejtave të fëmijëve, ata reagojnë shumë më shpejt. Për me qenë qartë për publikun, çka konsideroni ju cënim të privatësisë së individit nëse ndodh një publikim? Pra, çu zhvillohet procesi? Cila është përmbajtja, cilën ju e konsideroni që e cënon privatësinë? Çdo përdorim i të dhënave, qofshin ato vizuale, qofshin ato me shkrim, domethënë që në mënyrë të drejtë për drejtë apo të thërtë e çon deri te një si më thënë shkelje e integritetit të personit, është faktikisht një shkelje e privatësisë së individit. Dhe fatkeqësisht shoqënia jonë ende nuk e ka ato qartë, për çka edhe na duhet bëjmë thirrje vazhdimisht që çdo plasim që na e bëjmë ose çdo publikim që na e bëjmë në këto platforma i ka edhe pasojat të veta në raport me mundësinë e keqpërdorimit çfarëdo forme. Domethënë nëse flasim për fëmijë që janë edhe dhëna të ndihshme, ata përveç bullizimit, ata nesër pas nesër mund të jenë edhe të linquar, siç kemi pas edhe raste, sepse ne kemi trajtuar disa raste që kanë ardhur tek ne, pastaj ne i kemi dërguar edhe te Policia e Kosovës kur për shkak të pikërisht këtij publikimit që mund t'i bëhet ose edhe vetë qytetari që e vendos, domethënë ose vetë fëmia që nuk kontrollohet nga prindi që e vendos në internet, kemi pas raste kur jo që është linquar fëmia, jo që ka ardhur deri te një depresion i thellë i fëmis, por është linquar edhe gjithë familja. Prandaj duhet të kemi kujdes sepse sot të dhënat personale janë ari për apo siç po njihet nafta e botës, edhe prandaj ne duhet të kemi kujdes ku po i përdorim ato, si po i përdorim, kujt po ja plasojmë që ata të shërbejnë, sepse thjesht dikush sot ose kompanitë e mëdha sot me informacionin e kanë kapital. Informatën, dhënat tona personale i kanë kapital. Prandaj duhet të kemi shumë kujdes se si po. Prej vendimeve që janë marrë në agjenci, disa prej tyre që i kam lexuar që më kanë ndodhur shumë interesante. Për shembull, në një rast keni obliguar një kompani me fshi CV-n e një kandidati për shkak se ai s'ka dhënë leje mu publikua ajo. Pse duhet me pas leje për me publikuar? Është e drejta e secilit person që dhënat e veta, qoftë për
Dhanat personale që ndërlidhen me datën e lindjes, vendin e lindjes, se mos të flas pastaj për numrin personal apo numrin e telefonit, por edhe për punën që ai bën ose ka bërë ose përvojat, shkollimin që ka bërë, jo domosdoshmë do me pas publike. Kështu që me që ka qenë kompani, ne normalisht e kemi obliguar, s'ka qenë institucion publik, sepse nëse do t'jetë fitus dhe do të bëhet një zyrtar publik në raport me interesin e publikut, pastaj ne zakonisht edhe jo zakonisht gjithherë ofrojmë qasje të tilla dhe i lejojmë. Sado që edhe zyrtarët mund të thonë se nuk dua ta publikoj, por kur kemi të bëjmë me një institucion privat dhe një person privat i cili nuk ka dashur që ta publikoj CV-n e vet, normalisht që ne obligojmë që ta largoj. Dhe ka të drejtë qytetarët. Një element tjetër që ne kom pa të vendimit janë numrat e telefonit. Ka disa vendime ku kompani, ku përpunues të dhanave janë obliguar me fshi numrat e telefonit të qytetarëve që i kanë pas në platformat e veta. Pse është numri i telefonit të dhanë private? Është numri i telefonit hyn në një prej të dhënave direkte private, në fakt, të qytetarëve varësisht prej pozitës që e mban dhe interesit të publikut që ka. Por gjithsesi, nëse dëshmohet, sipas procedurave ne shkojmë edhe operator telefonik, domethënë i kontaktojmë, ta shohim se është i regjistruar numri si numër privat apo si numër biznesi apo si numër publik në institucione publike dhe nëse gjejmë se është privat, ne me njëherë reagojmë me kërkesë të palës gjithherë në bazën e ankesës që na drejton pala dhe i detyrojmë kushdo që i publikon ato që t'i largojë. Është e drejtë e qytetarit që numrin e vet të telefonit ta ketë veç për vete dhe për njerëzit të cilët ai dëshiron ta ndajë atë, jo ta ndajë me gjithë publikun. Pra, dhe nëse publikojmë numrin e dikujt, muj me bosh shkelje dhe Absolutisht, publikimi i numrit të dikujt që nuk është numër zyrtar, qoftë edhe i zyrtarëve shtetëror, po është numër privat, nuk lejohet të publikohet. Dhe kjo mbrohet, ne kemi pas disa raste, domethënë kemi dikun 7 mediume, në fakt që kemi kërku të largojnë numrin e telefonit në një zyrtar i publik. Është fjala për shkak se kemi gjetur që numri i telefonit ka qenë privat, jo numër zyrtar i tij. Kompania në këtyre vendimeve, njëri prej gazetarëve është obliguar me fshi screenshotin e një numrit të WhatsApp-it. Pse duhet me fshi tash ato? Po, sigurisht ne në hapin e parë që ndërmarrim, ose vendimin e parë që ndërmarrim është i kërkojmë kontrolluesit në këtë rast që njihet sipas ligjit, personit që e publikon, që ta fshi një herë numrin. Domethënë ta largoj përmbajtjen që e ka numrin. Mirë po, nëse përsëritet e njëjta, ne normalisht detyrohemi ta nxjerrim vendimin e gjobës. Edhe një herë po e përsëris, numri i telefonit është privat. Kur ajo është privata, kemi parasysh, sepse unë kam një numër telefoni që ja kam publik, edhe kam publiku vetë. Edhe asnjëherë nuk mundet dikush me mu drejtua dhe me më thonë se ose ta ankohem unë nesër dhe të thëmë mos të më thirr dikush këtë numër sepse ky numër është privatimi. Jo, ai numër është publik për funksionin që unë ushtroj. Mirë po, kam edhe një numër tjetër që e kam privat. Edhe numrin tim privat unë e ruaj për vete dhe për miqtë e mi, për njerëzit e mi të cilët unë kryj punë private, por jo zyrtare. Dhe prandaj kërkohet që të mos jetë i qasshëm, sepse është shqetësim, sepse të thrasin, mund të thrasin. Tash nëse jemi duke diskutuar për çështjen e gazetarëve. A ishte dëmtuar raportimi në rast se veç i fshi numër dhe ish vazhdu me qenë përmbajtja e një, pra komunikimi me vazhdu? Asnjëherë na nuk kërkojmë me fshi përmbajtjen, vetëm numrin e telefonit. Dhe asnjëherë deri më tani, për rastet që i kemi trajtuar ne deri sot, nuk ka ndodhur që të humb përmbajtja e lajmit. Përkundrazi, është bërë lajm 2 herë. Kemi një situatë tjetër tash, sapo kemi dalë për zgjedhjeve dhe më kujtohet që në muajin janar keni bë apel që partitë politike me i rujtë të dhanat personale të qytetarëve dhe mos me shkel ligjin për privatësi. A ka ankesa dhe keni konstatu në shkelje për partive politike? Ne, përveç që kemi bërë thirrje, ne kemi mbajtur takime të ndara me partitë politike para fushatës. Edhe jam shumë e lumtur që kemi arritë të kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me gjitha partitë politike në vend, domethënë edhe vetëm ato që janë të regjistruara në KQZ, por edhe këto parti që janë të prezantuara në kuvend. Dhe nuk ka pas shkelje të mëdha, mund të them që kemi pas 2 sinjalizime që kanë qenë ndaj një kandidati të një partie, dhe në momentin që i kemi kontaktuar vetëm me telefon, se
kandidati në fjalë është duke dërguar SMS pa pëlqimin e qytetarëve, është ndaluar ajo praktik, ndërsa në fund të, domethënë ditën e zgjedhjeve ka ndodhur disa, ne kemi marrë 3 ankesa, por gjatë inspektimit edhe takimeve që i kemi pas, domethënë edhe pala vetë që ka marrë SMS-in është pajtu që ato veç kanë qenë në kontakt listën e vetë kandidatit që dikur kanë pas një muhabet me zvete, domethënë s'ka qenë kështu veç një numër i marrën dikun ose një numër i paguar si që ndodhe dhe zakonisht. Edhe mund të them që kemi një situatë jashtëzakonisht mirë nëse krahasojmë me vitet e kaluara këtë dërgimin e SMS-me, sepse edhe gjatë fushatës, po edhe një ditë para zgjedhjeve, po edhe ditën e zgjedhjeve ne kemi pranuar edhe telefonata prej partive politike të na pyet nëse kanë të drejtë ta bëjnë këtë ose atë. Edhe kjo ka qenë edhe thjesht për me qëllim e vura në pa një bashkëpunim jashtëzakonisht i mirë. Pra, ai mesazh ka qenë për me ndalu partitë politike me dërgu mesazhe në telefona? Me dërgu mesazhe në numra të qytetarëve, me bëu thirrje për me dalë me votu. Ose për me votu. Pse kjo është ndaluar? Sepse sipas parimeve të ligjit, domethënë një prej parimeve të ligjit është marrja pëlqimit të qytetarit për çfarë do të dhanë të tij që don me posedu dikush ose me e shfrytëzu dikush. Prandaj, shfrytëzimi i numrit të telefonit, dhe po themi se numri i telefonit është privat, dhe thirrja që mund të bëhet, ose SMS-i që mund të dërgohet, njihet edhe si marketingu drejt për drejt. Domethënë duhet të bëhet patjetër me një pëlqim paraprak të palës. Gjithherë ku nuk kemi raporte personale me njerëzit, se ta kemi parasysh tash rastet që ne i patëm, domethënë dulen të 3 rastet që veç njihen me thjesht kandidatin, edhe ose ju njoh dikur, po dikur në ndërkohë sikur nuk janë më në, si me thonë, të njëjtat ide politike dhe tash ta bëjnë një ankesë. Domethënë edhe kjo rezultoi normalisht me një vendim ndalues, që edhe për raste të tilla, këta të marrin pëlqimin paraprak, edhe të mos i dërgojnë SMS pa qenë i sigurt se me të vërtetë janë në lidhje që edhe njihen edhe që mund të dërgojnë mesazhe të tilla. Ka pas në kaluamën dërgimet mesazheve masive, pra që cilat janë dërguar nëpërmjet makinerive të internetit dhe janë dërguar te 800 qytetarë. A mendoni që kjo është ndalu, edhe është më rrimuhetu kush i ka nxjerr krejt këta numra të telefonit te këto kompani të marketingut? Se kush i ka nxjerr ne nuk e kemi idenë. Se a ka pas nxjerrja dhe a ka pas blerja numra të telefonit, e shitje, na e dim këta. Domethënë e dim në bazë të ankesave që na vijnë, rasteve që ne i trajtojmë. Mirë, po duke qenë se kemi kufizimet tona ligjore, ne normalisht nuk i jetojmë se ka i kanë marrë ato nëse nuk kemi një ankesë konkrete, sepse është punë e prokurisë dhe policisë. Prandaj, ajo që ka mund të them është që ne kemi ekzistuar edhe kur janë kryer zgjedhjet lokale të vitit 2021. Domethënë kemi qenë funksional. Unë kam qenë mandatin që jam ende. Ne ose nuk e kanë ditë qytetarët, po kemi pranuar një numër të ankesave në atë kohë që ka qenë pothuajse nuk e di 1 ose 2, edhe që janë zgjidhur në një procedurë sepse ne ende në atë kohë ishim në rregulloret e mbrëmshme të funksionalizimit të agjencisë. Mirë, po mund të them që me përfundu sot vetëm me 3 ankesa, pas një fushate që e dim që ka qenë një fushate e jashtëzakonisht e egër, unë konsideroj që qytetaria jonë kam rrinë në nivel të kënaqshëm sa i përket kësaj dërgimit të SMS-me pa pëlqim. Domethënë po flas për kandidatët, edhe këto e bazoj pikërisht në bashkëpunimin shumë të mirë që kemi pas me partitë. Pra, kanë qenë të paralajmëruar që në rast se shkelin do marrin dënime dhe gjoba. Po. Sa është një gjobë përafërsisht nëse bën si shkelje? Ka dallime, domethënë nëse dërgon kandidati, dënohet direkt kandidati, jo partia politike. Domethënë të fillon prej 2000 euro. Nëse është partia politike, atëherë normalisht që varësisht prej numrave telefonit, domethënë sa numra kanë shkel, varësisht prej sa ka qenë numri i madh i qytetarëve që është shqetësuar përmes SMS-ve dhe shkon varion kjo gjobë. Mirë, po nis nga 2000 euro. Po e përmendëm këtë situatë për shkak se kjo përdoret edhe për marketing direkt prej bizneseve dhe kompanive. Dhe ka në Kosovë shumë startups që mundin me ra viktima të kësaj pune. Për shkak se po flasim për një rrjet të shitjes së numrave, të cilët ofrohen te secili biznesmen i ri për mi shit këto. Çka do të më pas parasysh ata? Marketingu i drejt për drejt është një prej ankesave të vazhdueshme që na kemi në agjenci. Përfshirë edhe këto 3 rastet e fundit, edhe kjo konsiderohet si marketing i drejt për drejt, domethënë SMS-et që u kanë dërguar prej kandidatëve. Marketingu i drejt për drejt duhet të bëhet vetëm me pëlqim të palës. Që nuk kupton?
nuk mund të dërgosh SMS të qytetari pa pas paraprakisht pëlqimin e tij se ai dëshiron të njoftohet për të rejat, për produktet e reja, apo për zbritjet që mund të jenë, apo se zakonisht këto janë kompani që i dërgojnë. Dhe po ashtu përveç se duhet të keni pëlqim paraprak me shkrem, duhet ta kenë mundësinë nëse dërgojnë SMS edhe mundësinë e fshirjes, që nëse nuk dëshirojmë të pranojmë SMS të tillë më, atëherë ta fshim dhe fshirja apo thirrja mbrapa që bëhet ose dërgimi i SMS-it mbrapa që e tregon qytetarit se nuk dëshiron të pranojë më SMS duhet të jetë pa pagesë. Domethënë janë 3 kushte që duhet të plotësohen. Ne kemi pas jashtëzakonisht numër, ma vazhdojmë të kemi, unë e di që shumë kompani janë ndërgjegjësuar këto, mirë, po ne kemi shqiptuar dhe gjoba për këtë çështje, domethënë të kompani private. Edhe është për keqardhje qysh përsëri vazhdojmë të kemi ankesa ndaj të njëjtës kompani, po. Nuk po e disiplinojnë gjoba? Sikur ka fillu ta rregulloj, po sikur e ka bërë në një mënyrë që qytetari edhe pse po e nënshkruan atë pëlqimin, që kemi gjetë sfundi, domethënë, është aq e fshat ajo pjesa ku është edhe marrja e pëlqimit, sa qytetari nuk e lexon fare dhe pastaj bin prej edhe japin nënshkrimin, e pastaj kur vinte nane ai gjejmë që edhe e ka nënshkrimin, po i kemi udhëzuar edhe një herë kompaninë që ta bëjmë më të qartë, të jetë e lexueshme mirë, e kuptueshme prej anës së qytetarit, në mënyrë që të Pra, vetëm përmes shtaru për publikun, çfarë teknikash përdorin këto kompani për me marrë edhe pëlqimin? Kemi pa raste kur lojat shpërblyesje janë përdor, ose ofertat, ose diçka ngjashme? Janë aplikacione të ndryshme, që ata i marrin pikërisht për çështjen e ofertave që mund të ofrojnë, o një dhuratë, o pastaj mbledhin pikë. Domethënë këto aplikacione që tashmë janë të zakonshme nga secila kompani pothuajse. Pastaj thjesht janë edhe zbritjet që i bëjnë, që është shumë e rëndësishme, domethënë çdo zbritje që bëjnë qytetarët, sidomos kur kemi të bëjmë tek këto kompanitë e shitjes produkteve ushqimore. Domethënë janë shumë të prirur edhe në ato, por edhe në veshmbathje, domethënë na kemi prej kategorive të ndryshme, përfshirë edhe këto teknologjike, teknike, por qytetarët shpesh nuk mërziten për ato pse ju vjen një SMS, dhe është krejt legjitime. Po kanë dëshirë të njoftohen edhe vetë me zbritjet që mund t'i bëjnë cili do sektor. Por, kur mërzitën, s'kanë se si e largojnë ato. Kështu që ajo që kanë e vazhdim si kemi për, është që ti udhëzojmë faktikisht kompanitë që ta kenë të drejtën edhe të fshirjes gjithsesi qytetari, jo të shqetësohet vazhdimisht, edhe kur nuk ka interes më. Po, edhe kompani duhet me pas kujdes, në rast se kanë ble numra, mujnë edhe me shku në burg. Kjo është çështje tash që unë nuk du të shohim shumë kreshnik për faktin që është një, unë konsideroj që tashmë nuk ka kompani që nuk e din këto. Domethënë blerja dhe shitja e numrave të telefonit apo çdo informate personale që mund të mirët, është edhe vepër penale, pastaj nuk trajtohet veç prej anës tona, normalisht ne e trajtojmë në kuadër të kompetencave tona ligjore, shqiptohet një gjobë që shpesh herë kompanive të mëdha, sado e madhe që është kjo gjoba që ne e shqiptojmë, edhe nuk përziten hiç sepse kanë edhe një përfitim, na kemi pas rastet e fundit, unë e përmend sepse janë edhe vendime publike, ka qenë me një kompani e cila ofron shërbime të ndihmës kur prishen në automjetet në rrugë, domethënë. Edhe e njëjta ka vazhdu me shqetësu qytetarët me të madhe, domethënë ka pas koleksion të numrave të telefonit, edhe ka angazhu një ekip të madhe të njerëzve që kanë thirrë me telefonat e tyre privat, qytetarët edhe më ofru një shërbim të tillë. E ne që kemi pas probleme, kemi pas me gjetë kush është kontrolluesi, kush është ka i dërgon SMS-ët. Domethënë kemi 8 muaj punë derisa i kemi gjetë. Domethënë këtu na kanë ndihmuar normalisht edhe kompanitë e telekomit, domethënë këto IPCO, Vala, të gjitha këto mbas të numrave që i kemi pas, por normalisht një çështje e tillë është trajtuar edhe prej anës policisë. Thjesht na kemi rënë hall dhe na ka marrë shumë kohë për me gjetë kontrolluesin, edhe kur e kemi gjetë që nuk është vetëm një, janë disa dhe të njëjtit e përdorin metodologjinë e njëjtë. Ne kemi ndalu shumicën. Me thonë edhe e dim, edhe me keqardhje të thëmë, po një prej aktyreve që është shujtë si biznes, sepse gjoba që është shqiptu ka qenë shumë e madhe se vetë tyra që i ka pas biznesi, se ka qenë biznes shumë i vogël, por kjo është ligje dhe ne veç duhet ta zbatojmë, do me thonë, sepse ajo që ka është shqetësuese, mendoj, por këto që ne i bëjmë, është që
kur e shohim vendimin detyrues, na e shohim që t'ja japim shansin dhe ta zbatoj ligjin. Po kur pastaj e bën të njëjtën shkelje, aty masanej nuk e di se çka thuhet më. Do të thonë, veç është një dëshirë me të vërtet shumë e madhe, por me keq përdor anën e qytetarit, që sot është gjithçka në zhvillim të teknologjisë, edhe ata nuk e kanë ende të qartë këtë dhe janë në gjendje dhe me shujt një biznes, po me vazhdu me punu në formë të tillë. Derisa të zinën. Prej atyre që kemi hulumtu dhe kemi pa në këtë sferë, në sigurinë e danave personale, ekziston edhe një fenomen tjetër, që është dërgimi i mesazheve prej jashtë vendit për me mashtru qytetarët se gjëja kanë trashëgimi, kanë fitu në llogari apo mujnë me përfitu. Kemi disa raste të denoncume ku njerëzit kanë dërgu parë jashtë vendit me pretendimin që janë trashëgimtarë të dikuj. Flasim për mashtrimet në internet. Pse na ndodhin këto edhe çu duhet mi trajtu? Këto janë mashtrimet kibernetike. Kjo është mundësia që sot e ka secili qytetar në krejt globin, s'po flas veç në shoqërinë tonë. Këto po ju mundson vetë digitalizimi që sa po na lehtëson jetën, po na rrezikon jetën, prandaj ndërgjegjësimi jon se ku dhe kush po na i merr danat tona personale është tjetër i rëndësishëm. Në raste të tilla na kemi pas, nuk e di me numër, po mund të them 3-4, vetëm këtë kohën e fundit, 6 mujorin e fundit, që kemi pas ankesa për këto raste të ngjashme. Edhe ne i trajtojmë vetëm në aspektin e ndërgjegjësimit të qytetarëve. Do me thonë, e bëjmë një njoftim për media, dalim, sepse rastet e tilla kanë elementet veprës penale dhe i dërgojmë Policinë e Kosovës, njësinë kibernetike. Unë e di që njësia kibernetike ka bërë një punë të jashtëzakonshme në këto raste, por a është e lehtë të gjendë, nuk është e lehtë, sepse zakonisht ata që i bëjnë, ka prej atyre që janë shumë laik, ndoshta dhe kanë gjetë mundësinë edhe e kanë bë, po shumica prej tyre janë haker kibernetik që edhe është vështirë të gjenden. Gjithsesi është për te autorizimeve tona ligjore, por unë bëj thirrje tek qytetarët mos bimë prej këtyre mashtrimeve. Këto thjesht janë mashtrime kibernetike, do të rritet ky numër, sidomos target do të jenë shoqëritë e pazhvilluara ose pa ndërgjegjësuara. Prandaj unë ju bëj thirrje të mos jemi ne një prej atyre shoqërive, sepse bota ka plot shoqëri të pazhvilluara dhe të mos jemi ne prej, edhe të mos bim ne prej këtyre mashtrimeve që na bën. Po e përmendi këto për shkak se është definitivisht në shumë prej rasteve edhe e pamundur mi hetu, për shkak se këto sulme, këto ndërhyre, këto emaila vijnë prej vendeve ku Kosova nuk ka bashkëpunim me ato shtete nuk e njohin Kosovën, edhe njerëzit kanë humbur parë, është dokumentuar kjo punë. Pse nuk mrin njerëzit me kuptu që nuk mundet me qenë qaq fatlum sa mi fitu 100.000 euro, 200.000 euro prej një hallë në Afganistan që e pas ka pas trashëgimtare. Saktë, është pikërisht pse nuk kanë njohuri, kanë mundësi të kyqen në internet, kanë mundësi të lexojnë shumë, kanë mundësi të shohin shumë, të dinë zhvillimet që po ndodhin për gjithçka, po nuk kanë mundësi dhe nuk janë ndalë të mendojnë për të drejtën e tyre, që është një drejtë kushtetuese mbrojtur me konventa ndërkombëtare që është e drejta privatësisë. Domethënë, fakti që të vjen një SMS, do të ti numrin tënd të telefonit e ke lënë dikon të hapur që dikush ta marr edhe ta përdor. Prandaj kthehemi te numrat e telefonit, sa është rreziku i tyre. Domethënë, sepse ka mashtrues kibernetik që në vazhdimsi e bëjnë këtë punë për qëllimin e përfitimeve të tyre dhe zakonisht preken pikërisht në financa. Prandaj bëj thirrje te qytetarët të jenë shumë të ndërgjegjësuar, mos ti bëjnë klik këto, mos ti klikojnë këto SMS, mos bimë prej e këtyre SMS-ve që ju vinë në platformat e tyre online apo edhe në numrin e telefonit, sepse thjesht është një diçka që ne në këtë kohën e digitalizimit edhe në këtë, si me thonë, epokën e re të njerëzimit që po na vjen rreth edhe ndikimit të inteligjencës artificiale, duhet të jemi të përgatitur se çka do të na pret. Ta kemi parasysh që po flasim, a jemi brenda asaj që është bota e re, që është epoka e re njerëzore, e që lidhet pikërisht me këtë inteligjencën artificiale, robotat edhe gjithçka që ne do t'ja bëjmë sot, që e bëjmë këtë pjesën që jemi si fizik, si trup, e kemi të njëjtën kohë paraqitur edhe në internet virtualisht. Prandaj duhet të jemi shumë kujdesshëm se sjelljet tona sot që janë këto që ne i bëjmë në të përditshmën tonë, reale që janë të njëjtat edhe ato virtuale, nëse ne nuk ne njohim dhe nuk i dim se duhet të sillemi. Është e njëjta gjë, domethënë, nëse ne e dim sot në botën tonë reale, në jetën tonë, që nuk bën ta bëjmë një shkelje ligjore, një kundërvajtje, po flas,
E njëjta është që duhet ta dim se edhe në internet nuk duhet t'i bëjmë të gjana, pikërisht për ta ruajtur veten tonë. Një problem tjetër është që jo vetëm ne që nuk jemi të vetëdijshëm për dhënat tona personale, por nuk janë edhe punëtorë të cilët i përpunojnë dhënat tona. Pra, ku po flasim për rrjedhjen e numrave. Atje sigurisht këta numra janë mbledh fillimisht në mënyrë të lehtëshme, por pastaj abuzohen. A mundet me pas përgjegjësi një person i cili për shembull ka qenë punëtor i atij marketi, edhe e ka marrë listën në Excel dhe e ka dërguar dikujt tjetër? Absolutisht po. Ligji për mbrojtjen e dhënave kontrollues nuk e njeh vetëm personin juridik, domethënë kompaninë, institucionin, por edhe personin fizik. Çdo person fizik që gjendet se posedon dhëna personale dhe të njëjtat i keq përdoren çfarë do forme, ai normalisht ligjet edhe sipas ligjit tonë kur kemi të bëjmë tani me shitjen, ajo është edhe sipas normalisht kodit penal, kështu që nuk e përjashton përgjegjësinë, qoftë administrative sipas ligjit tonë, qoftë atë penale nëse shiten numrat e tillë nga një person i vetëm. Prandaj kur flasun për ndërgjegjësimin e shoqënisë, nuk po flas për shoqëninë që nuk është të punu, po flas për krejt shoqëninë sepse edhe unë jam pjesë e shoqënisë. Nëse unë sot si institucion keq përdor një të dhënë personale të dikujt, unë jam përsëri qytetari i këtij vendi që dikush tjetër po më keq përdor të dhënën time. Domethënë na jemi një, kur flasim për privatësinë dhe mbrojtjen e dhënave, nuk duhet të sillemi si kontrolluesi, përpunuesi apo qytetari, sepse na jemi të gjithë njëjtë. Nëse sot e kemi një kontrollues që në mënyrë të denjë po i mbron dhënat tona, ka vendosur masat e sigurisë, ka bërë vlerësimin e rrezikut, edhe na jemi të sigurt të një kompani X, kushtimisht po them, që ne kryjm shërbime, te tjetra ne mund të jemi prej ndonjë mashtrimi, mund të jemi prej një keq përdorimi, po të njëjtën kohë të njëjtit, ata që i bëjnë këto mashtrime të njëjtit janë edhe ata prej ndonjë keq përdorimi tjetër. Prandaj nuk mund ta ndajmë. Thjesht përgjegjësia është e të gjithëve bashkë. Jemi në një situatë po ashtu, kisha me thonë shpesh herë dhe kaotike, në mënyrën qysh mediat i trajtojnë dhënat personale, po du më ndalë këtu për shkak se kum pa në disa raste keni obligu mediat me fshi disa dhëna. Kisha dashur me e sqaru për publikun. Çka realisht keni obligu mediat me fshi? Qysh janë obligu disa media me fshi emrat e personave që kanë qenë të përfshirë në artikuj dhe pse? Në fakt unë nuk, me që ka kalu kohë dhe nuk kam rastet, nuk i kam krejt të qarta tashmë se është numri i madh i ankesave që kemi trajtu, mirë po tek mediat ne kemi shumë të kujdesshme pikërisht mos prekjen e përmbajtjes së lajmit, atë që është në interesin e publikut. Domethënë kemi të bëjmë vetëm me dhënat personale të cilat në atestin e dëmit që ne e bëjmë, bën më shumë dëm te personi dhe shkel privatësinë e tij sesa te vetë interesi i publikut, që është një prej bazave të informacionit. Prandaj nuk ne kemi punu me mediat, unë jam shumë e lumtur me bashkëpunimin që kemi me mediat, sfundmi edhe nga Asociacioni i Gazetarëve ne kemi bërë një udhëzues ku përveç të tjera është përfshirë një pjesë shumë e madhe e rregullave, kërkesave ligjore të mbrojtjes së dhënave personale, dhe unë besoj që mediat në shumicë e dinë se sa e zbatojnë, është tani çështje tjetër. Mirë po, normalisht që trajtimi edhe në bazë të vendimeve të gjykatës evropiane, ne kemi shumë e kujdes kur i trajtojmë ankesat ndaj mediave, sepse kemi interesin e publikut dhe bëhet një balancim shumë i saktë në këtë punë. Se a mund të gabojmë ndonjëherë edhe mund të gabojmë, se si mund të rrjedhin këto raste është e mira sepse ne i vendosim në nivel administrativ dhe kemi një gjykatë pastaj që mund të vendos, dhe agjencia mirëpret çfarë do lloj vendimi që mund të merr gjykata. Deri më tani, prej gjitha rasteve që kemi pas në gjykatë, domethënë pothuajse në sa i përket mbrojtjes së të dhënave, në as edhe një rast nuk kemi pas kthem të vendimeve tona. Po zakonisht pi përvojës, çfarë formate dhe çfarë përmbajtje kanë ankesat ndaj mediave? Çka ankohen qytetarët që mediat kanë? Kryesisht janë numrat e telefonit këto që i thash, kemi pas një rast të një CV-je për shembull, kemi pas rast të një emri, domethënë, apo edhe më kujtohet krejt në fillim, më kujtohet sepse kemi trajtu gjatë, sepse ishim ende në strukturimin dhe funksionalizimin ton për një fotografi të një biznismeni, domethënë ka pas raste, ka raste të natyrave të tilla, që mund dikush përmes një të dhëna, që është e tepërt, se kryesisht këtu është e media, domethënë dhënat e tepërta, jo pse ka bë lajmin, jo pse ka shtjellu fenomenin, ka raportu për ngjarjen, mirë po pikërisht pse ka dhënë të dhëna më shumë se që duhet dhe ka prek privatësinë e individit, përtej asaj që është edhe vetë qëllimi dhe interesi i publikut.
kemi një situatë ku njerëzit po njihen deri diku edhe të bullizum për shkak se kemi kamera në shesh të cilat po intervistojnë pa dëshirën e tyre. Qysh me e trajtu këtë situatë? Kjo është thjesht e ndaluar me ligj në parim. Na e kemi diskutuar edhe si temë të veçantë edhe vite më përpara. Unë konsideroj që ka fillu me ra numri, po flas të mediumet, që janë mediume të mëdhaja, që janë mediume serioze, domethënë nuk e përdorin. Mirë, po ka tash interneti edhe kjo mundësia e platformave ka bë që edhe vetë juve si sektori gazetarisë ju prek dhe nuk ka një rregullim të duhur të këtyre gazetave online që janë apo platformave online, mos t'i quaj vetëm gazeta, kështu që ka edhe të tillë që janë duke i bë këto. Mirë, po në parim janë të ndaluar pa marrë pëlqimin para prag të qytetarit. Gjithherë ta kemi parasysh kur flasim për qytetarin e thjeshtë që në qytet, po jo për zyrtarët publik. Edhe ne fatkeqësisht i kemi pas 2 sinjalizime, nëse nuk gaboj, nëse ka pas ankesë nuk më kujtohet, por në bazë të sinjalizimeve që kemi pas, kanë qenë 2 raste bukur të ndjeshme, që pastaj qytetarët kanë shku përtej, kanë shku me masa tjera, kanë kërkuar edhe tek Policia e Kosovës në mbështetje. Por kjo është ndaluar, gazetari ka për obligim, kur dal në shesh, pamjet nga larg e ka të lejuar t'i marrë, sepse vetë fakti që ne si qytetar dalim në një shesh publik, ne ekspozohemi publikut. Por ndalimi dhe pyetja që i parashtrohet dhe i kërkohet një përgjigje pa marrë pëlqimin se a dëshiron të pyetet, ajo është ndaluar. Në çfarë situatë? Çka me bëj qytetari? Qytetari në këtë situatë nuk e jep përgjigjen, të njëjtën e pyet. Prej cili televizion medium jeni, edhe vjen Agjencinë për Informim dhe Privatësi, anko dhe pastaj ne merremi me mediumin. Pra, deri tash nuk ka pas ankesa të tilla. Apo mendoni që nuk ka pas një sensibilizim të duhur të qytetarëve që nëse dikush ka dalë në shesh, po ju interviston pa lejen tuaj, po ju filmon pa lejen tuaj, ju mundi mu anku në Agjencinë për Privatësi. Absolutisht po. Duhet të ankohen dhe ne jemi ata që i zgjedhim ankesat e tyre, edhe një diçka duhet me thonë, se të ky fenomen, kjo shoqënia jonë e kemi kështu, do me thonë, japim një intervistë edhe pa menu se mund na bëhet virale, pastaj në fillim sikur na pëlqen, dikur fillon të na bëhet shumë monotone ajo, edhe këtu tani jemi në një situatë që qytetari s'din ç'është të veproj. Edhe në këto raste qytetari ka drejt me ardh Agjencia për Informim dhe Privatësi për një opinion që ka mund ta jap dikur, ai ka të drejtën ta kërkojë fshirjen e tij, nëse edhe ajo i bëhet monotone dhe nuk dëshiron ta shoh më. Po gjithmonë që nuk na kanë marrë rastet e tilla, ta kish parasysh që ne dim raste të bullizimeve që kanë ndodhur, raste që bën shumë video virale, që linçohen shumë njerëz, shumë qytetar, edhe ne s'kemi pranuar ankesa nga ata. Ne po i dim për çfarë arsye po e bëjmë pyetjen, edhe standardet e gazetarisë kërkojnë mu marrë kjo leje, kërkojnë me u respektu kjo leje, gazetarët profesionistë do duajnë me punu në këtë formë, për këtë arsye po e bëjmë me qëllim që njerëzit me nisë me raportu dhe me kërku vendosin e rregullit. Pra, procedura që shkon në agjenci? Agjencia për Informim ka webfaqen e saj, kemi numër telefoni pa pagesë që është funksional deri në orën 4, ta kemi parasysh. Kemi numrat e telefonit krejt zyrtarëve, cilën do që na theni, unë gjithëherë ju them qytetarëve thërme edhe mu, e kam numrin shumë publik. Edhe kemi e-mailat, kemi përmes mundësinë që përmes webfaqes direkt me një buton ankohu me na shkrujt dhënat elementare, do me thonë këto një email që na ta kontaktojmë, edhe rasti që ka ndodhur, apo edhe mund të na thrasin telefon, apo edhe ta përdorin edhe platformën Facebook, LinkedIn, na shkruajnë edhe aty, ne i regjistrojmë ankesat. Një çështje tjetër me cilën merret agjencia është çështja e përdorimit të kamerave të sigurisë. Kom pa tash po më duket janë bërë qindra vendime ku agjencia i obligon bizneset, shtëpitë private me largu kamerat, me ndalu proponimin e tjerë. Pse kemi kalu fillimisht në kaos të tillë e çka duhet me bëu tash? Na kaosin e kemi gjetë Kreshnik. Do me thonë, kur kemi fillu, kur është funksionalizuar agjencia, na kemi gjetë një situatë të mërshme të përdorimit të kamerave dhe pikrisht mbas 6 muajve të funksionalizimit të operimit tonë, na kemi fillu me komunat punoj, me institucionet dhe kemi ndalu në gjitha komunat e Kosovës, përjashtu komunat sërbe në veri, kemi ndalu që ato të, do me thonë, kamerat e vendosura që janë në sheshe publike të mos jenë më
nën monitorimin e tyre, por t'i kalojnë policisë së Kosovës si vetmi autoritet në vend që ka të drejtë mbi hyrjen e kamerave në sheshe publike. Është me të vërtet kaos shumë i madh, ajo që ka shqetësuese është që qytetari ende nuk është e kuptuar që në momentin që jeni në lokal, nuk e shën një kamerë, por nuk e shën një shaj, e ka shumë të lehtë për me na kontaktu? Një numër telefoni pa pagesë kemi. Edhe veç me lajmëru, sepse vetëm kështu ne mund t'i ndalojmë. Pse po e them këto? Sepse ato kamera shumica kanë edhe Z. Nuk po them shumica, po na kemi pas raste kur prej mediumeve jemi njoftu që ka qenë kamera me Z. Tani, na jemi në një fazë që kemi bërë një hap shumë të madh në raport edhe me kamerat, që unë e shoh një mekanizëm shtesë, jo unë e shoh, por ne kemi kriju një mekanizëm shtesë shumë të nevojshëm, shumë frydëdhënës që do t'jetë, që është një platformë e cila do t'na detektoj rrjedhjen e dhënave personale të qytetarëve në internet të hapur, por edhe në rrjetin e zi. E kjo platformë na mundson pikërisht edhe identifikimin e kamerave. Për një kohë të shkurtë ne kemi gjetë që janë 6.000 kamera në gjithë territorin e Kosovës, që janë të hapura në internet. Do të thonë që dikush me një klikim të tash, unë jam juriste dhe nuk di të bëj këto punë teknike të një IT-je, po një IT thjesht e ka shumë të lehtë të hyjë dhe të gjej IP-n dhe përmes IP-s, do të thonë që është numri identifikues i kamerës, të hyjë dhe të shoh kamerën shumë, do të thonë pamjet që mirën nga ajo kamerë shumë lehtë. E kjo është shqetësuese, sepse këto kamera mund të jenë të vendosura edhe në sheshe publike, edhe në institucione, edhe në kompani, që kompanit i vendosin për qëllimin e rujtjes sigurisë tyne të pronës edhe të njerëzve, por edhe në shtëpia private. Dhe kur kemi tani të shtëpit private, ne kemi edhe një hap shtesë që duhet ta ndërmarrim, sepse ne nuk kemi të drejtë që t'ju hyjmë njerëzve në shtëpi, nuk kemi autorizime ligjore, por mund t'i kontaktojmë dhe bashkëpunim me policinë, tashmë që jemi dakurduar që nëse kemi raste të tilla, ti njoftojmë qytetarët që të mos i përdorin kamerat e tilla të hapura. E këtu vjen deri te ajo që e përmendëm në fillim. Shumë prej qytetarëve janë laik, pra e ka thirrë një kompani, tash të quajturit ata që dinë mi montu kamerat, edhe ka vendos kamerat në telefon mi mbi kështu. Pra kjo është shumë e rëndësishme të kuptu që kjo është e dhona që na po flasim, kur kemi një transmetim prej hardware-it tek një software online. Pikërisht është kjo, do të thonë dhe kompanitë të cilat operojnë në Kosovë, që vendosin kamera, e kanë për obligim që të sigurohen që kamerat kanë masat e sigurisë më të stjenë të hapura në internet. Sepse kjo e rrezikon qytetarin tonë, po e rrezikon edhe vendin tonë në një farë mënyrë. Do të thonë nëse ne kemi 6.000 kamera që janë të hapura, do të thotë që çdo kush për krejt botës në 6.000 vende në Kosovë, në një Kosovë kaq të vogël territorialisht, të mund të marrë pamje në 24 orë 7 pa ndërprej. Edhe prandaj është obligimi këtyre kompanive, po në anën tjetër edhe vetë obligimi i qytetarit që ta kuptoj që të siguroj, të kërkoj nga kompania që t'i vendosë masat e sigurisë, që këto kamera të mos jenë të hapura. Pra, jemi të folë gati për një alarm të sigurisë tonë. Saktë edhe kjo sepse ne platformën e kemi lancu zvoni, edhe raportet e para që na dolin prej platformës ke kjo, do të thonë na morëm një raport kështu të përgjithshëm që na doli prej platformës dhe një prej tyre ka edhe çështja kamerave që ishte me të vërtetë shqetësuese. Ne kemi bërë një farë plani të operimit, tash ta kemi parasysh që funksionimi jonë është mbi 6 inspektor dhe e kemi jo shumë të lehtë ta kryejmë në një kohë shumë të shkurt, pas parasysh edhe shkelje tjera që kemi gjetë përmes kësaj platforme. Por normalisht me prioritet do t'i monitorojmë, do t'i inspektojmë pak. Kemi pa bukur shumë vendime obligative për markete, për biznese tjere. Çka nëse ata nuk i zbatojnë vendimet për çështjet e kamerave? A ka gjoba edhe për to? Ne, po, absolutisht po. Ju që e dini Kreshnik edhe si milion, po edhe politikat tona tashma si agjensi janë gjithë të hapura. Ne nuk e kemi qëllimin që të shkojmë edhe t'i gjobisim institucionet, qofshin publike, qofshin private, çdo kontrollues. Qëllimi jonë është të parandalojmë dhe të edukojmë. Sepse kemi mekanizmin e gjobës, ne kemi edhe kemi mekanizmin e fundit. Po ne zakonisht lëshojmë vendime detyruese ndaluese në mënyrë që ata t'i ndërmarrin masat dhe ta bëjnë sigurinë e qytetarit, po dhe të vetën. Në anën tjetër, në momentin kur në vendim detyruesi joni nuk zbatohet, normalisht që pason gjoba dhe kemi përmenda që kemi raste të tilla dhe kjo ndodh kryesisht me kompani
të cilat më shumë janë menaxhmenti, do me thonë, ose është një menaxhment që nuk do të njih për ligjin dhe për vendin, ose është ndonjë punëtor që për shkak të neglizhencës vazhdon ta bëjë të njëjtën gjë dhe nuk plason lajmin deri te menaxhmenti. Tash, ne kur e kemi gjetë që janë edhe këto raste, kemi punu tani veçanti edhe me këto, do me thona, jemi detyru mi ndrua edhe politikat tona të inspektimit për mi bind kompanit që, po që se nuk e bëm kështu, na e kemi edhe këto, mirë po, e kemi edhe gjobën, mirë po, nuk po dojmë me shku me gjobën, sepse qëllimi nuk është gjobitja ndodh atëherë kur keq përdorimi veç ka ndodh, kur e keqa veç është bërë, kur është shkel e drejta dhe kur është prodhu pasoja. Do me thonë, ne në këto politika veprojmë tani për tani. Kompanitë e din, kontrollues e din shumë mirë, janë kompanitë dhe kontrollues të mëdhej që janë ndërgjegjësu jashtëzakonisht shumë. Kjo platforma sfundi që e kemi plasu është një mekanizëm shtesë që ne si Kosovë, jo vetëm region, po edhe për te kemi arrita ta kemi. Normalisht që e kemi bërë në mbështetje të ambasadës amerikane dhe unë po e shoh si një mundësi shumë të madhe që ne përmes kësaj të dalim me raporte, do të dalim me vendimet të mëdha dhe të arrisim ndërgjegjësimin që ka ndiku veç fakti që është plasu platforma, që është ka hyrë si mekanizëm shtesë, kontrolluesit e mëdhenj, sidomos ata privat, kanë filluar me ndërmarr masat e sigurisë në mënyrë perfekte. Do me thonë, është një ndërgjegjësim, është një, si me thonë, më hap paraprak që ne e bëjmë para se të Është një përshtypje që këto masat e sigurisë edhe kushtojnë. Edhe kushtojnë, edhe është e vërtet se kushtojnë, do me thonë sepse masat kushtojnë atëherë kur vendosen pasi të kryet zhvillimi një aplikacionit tillë. Në qoftë se masat e sigurisë, të gjithë këta startupet që i njihen, ose kompanitë IT-s që ofrojnë shërbimet IT-s, server po mendoj aplikacione të ndryshme, platforma të ndryshme. Nëse këta me fillim i vendosin masat e sigurisë, pra i marrin për bazë parimin që të zhvillohet një platformë mbi bazën e ligjit të mbrojtjes danave personale dhe kritereve që i ka ligji, atëherë normalisht që është më pak e kushtueshme dhe është më e lehtë e bëshme. Nëse krijohet platforma, aplikacioni, cili do qoftë, e pastaj fillohet punohet në masat sigurisë, normalisht ajo është shumë e kushtueshme. Prandaj është shumë e Edhe më e rëndësishme kushtueshme për shkak të dëmit që mund të bëhet gjoba. Jo vetëm për atë, po. Sakt, e para është ajo, por edhe vetë puna që bëhet teknike në vendosjen e masave të sigurisë. E prandaj u bëjmë thirrje, qoftë edhe këtyre kompanive të IT-s, që sado që mund të jenë, domethënë ata ofrojnë shërbime, po sado që mund të jetë një kontrollues tjetër që ka një sistem dhënash të madh, edhe kompania shkon me krye atë si shërbim. T'ja ofroj me patjetër edhe ti thotë se duhet me bë kështu se është me ligjin. E jo thotë nuk është përgjegjësia ime dhe unë se mbaj, sepse megjithatë edhe kompania në qoftë se i mban ato të dhëna, qoftë edhe për një kohë të shkurtë, ka përgjegjësi sepse është sipas ligjit njihet si procesues i dhënave personale, jo kontrollues, po edhe aty mund të zbatohen dispozitat. I kemi pasur dy vendime interesante që kanë qenë që lidhen me faturat e energjisë elektrike dhe të shërbimeve komunale. A janë tu zbatu? Qysh ju i keni obligu? Një pjesë po, një pjesë jo. Me të drejtën nuk, sidomos kohëve të fundit, fare nuk jam e kënaqur me bashkëpunimin mas pari, sepse e nisëm një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, nisi një farë fushate dhe një farë ndryshimi i madh. Edhe në momentin që na i lam, s'u morëm me ta, sepse thamë se do ta zbatojnë ligjin, se morën gjobën, edhe na ofru një plan operativ që janë të e bo, që i ka ndoa sidomos Kesko, që i ka ndoa për edhe ujësjelësi, i ka ndoa lagjet, fshatrat, lokalitetet, qytetet e mdoja, dhe do të vazhdojnë me radhë si pas planit, ata ju këthyn me njerë dhe shumë shpejt asaj të vjetrës, të më thonë, sot vazhdojnë, edhe pse ne nuk kemi ankesë, ata kemi parasysh tani e kemi një ankesë për ujësjelësin, për ndryshe nuk kemi ankesa të qytetarëve, që i patëm fillim, në fillim i patëm 4 ankesa për njërën, 4 për tjetrën dhe vendosëm. Po tash nuk po ka dhe ankesa për qytetarëve, ka ngritje shqetësimeve si puna, qoftë edhe kështu publikisht, qoftë edhe që i takojmë njerëz tonë, po ankesa nuk kemi. Po e përmendin në vazhdimsi ankesën si është e domosdoshme ankesa në këto situata? Gjithherë.
Gjithëherë, arsyeja pse ankesa është e domosdoshme është sepse ne e kemi edhe në planin e inspektimeve të rregullta. Ta kemi parasysh që në planin e inspektimeve të rregullta na shkojmë në inspektime të thella, bëhet lloj auditimi i çdo dokumenti që ka dhëna personale. Prandaj është shumë e vështirë bësh, me merr kohë shumë a shumë, e ankesa është mjeti që neve aty për aty na shtenën puna. Domethënë sot e marrim një ankesë, më njëherë fillojmë i shkruajmë kontrolluesit, fillon mbajtja e takimeve, shkojmë bëjmë inspektimet. Domethënë e nis më njëherë punën. A plani është plan që shkon kontrollues për kontrollues, po që zgjahet deri në 3 muaj, 6 muaj, varësisht se çka gjejmë te kontrollues. Një element tjetër që ne kemi pa po ashtu ka qenë rrjedhja e informacioneve ose dhënave personale prej institucioneve shtetënore. A vazhdojmë me pas zyrtarë të shtetit të cilët nuk e dinë sakt çka duhet me publiku edhe sakt çka nuk guxojnë me publiku prej dhënave personale? Po, plot. Plot zyrtarë të shtetit ka që nuk e dinë se çka duhet me publiku edhe çka jo. E mira është që janë zyrtarët e qasjes së këtyre institucione publike dhe zyrtarët e mbrojtjes që na kemi punu shumë, që varësisht prej institucionit sa i ka dhënë rëndësi mbrojtjes dhënave dhe zbatimit të ligjit, edhe ata janë të përgjegjshëm, domethënë shkalla e përgjegjësisë së tyre këtë varet sa institucioni titullari i institucionit e ka marrë për sipër zbatimin e ligjit, qoftë mbrojtjes, qoftë qasjes, edhe këta zyrtarë na e bëjnë punën e mirë. Por ndryshe, se çka mund të qesin drejtorat ose edhe nivele më të larta, është me të vërtetë e befasishme për të keq. Sepse nuk e shohin ende si një e drejtë e cila nuk çon shumë të madhe, domethënë kështu komente për të ndryshmeve, marr komente për të ndryshmeve. Po veç kemi pa dhe gjoba për institucionet që kanë sakt, na kemi shqiptu gjoba dhe vazhdojmë të shqiptojmë gjoba, vazhdojmë të zbatojmë ligjin dhe t'i përmbushim obligimet tona për cilin na jemi caktu me kry punën tona aty. Mirë po, ende vazhdon ajo që ne dikur e kemi përmend bashkë me juve Kreshnik, që shkon në institucion publik edhe të ndalet letër njoftimi. Që është ndaluar sipas ligjit. Absolutisht, kur ne përveç që kemi pasur raste të veçanta, ne kemi shpërndar një qarkore, domethënë vitin 2023, nëse unë nuk gaboj, ku kemi kërkuar gjitha institucioneve publike, domethënë të gjitha ka shku qarkoria. Edhe kemi spjegu të gjitha procedurat, jo kemi thënë që një diçka e tillë është në kundërshtim me ligjin. Pa kemi ankesë ndonjëherë prej askujt, s'kemi ankesë. Domethënë se zakonisht njerëzit që shkojnë, qytetarët që shkojnë në institucione, ata është kriju është shndruar në rutinë. Edhe është shndruar në rutinë, njerëzit nuk janë tu anku. Po. Është shndruar në normalitet. Edhe kjo thirrja jone vazhdueshme, me kaq sa kemi kapacitet, që mos e jepni letër njoftimin gjithkohë. Se nuk është vetëm institucioni publik, nuk është edhe institucionet private ta ndalin letër njoftimin. Po nuk është spitali, është universiteti, domethënë gjithku ku shkojsh të ndalet letër njoftimi. Është hoteli ta ndalin letër njoftimi, nuk ndalet ose pasaporta. Domethënë atë ende nuk po arrim me ton këto thirrje që i bëjmë, që shpesh herë po e përsëris vetveten dhe jam lodhur e për përsërit, ndoshta jo jam lodh unë, po thjesht njem keq kanë herë pse duhet ti përsëris njëjta gjëra sa herë. Edhe qytetari vazhdon të mbetet në të njëjtin nivel, domethënë, sepse nuk e marrin seriozisht dhe nuk e dinë rrezikun, dhe kjo është brenga ime, domethënë, ne po digitalizohemi dhe ne po kalojmë, do ta bëjmë një jetë tonë paralele virtuale. Dhe ne duhet ta njohim se çka na pret në atë botë. Domethënë, jemi si fëmijët, foshnjët që lindin në këtë botë reale. Jemi ne në internet, nëse ne nuk mësohemi dhe nuk edukohemi, sikur fëmijët që mësohen dhe edukohen në këtë jetë që bëjmë na sot. Zotës Sogojeva, faleminderit shumë për intervistën. Shikues të nderuar, ne kaq kishim për kohë për sonte. Është mjaft me rëndësi që në secilën situatë ku ju jeni dëshmitar që dhënat e juaja personale apo çdo element tjetër për cilën folëm gjatë kësaj interviste, ju me paraqit ankesa. Andaj, vazhdoni me na shujt në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës. Mirëmbëjtje.